ku ishin ata që dishin njerëz kur Erion Velia ishte në karrige? Ku janë sot ata? Janë në Biruca. Dhe asnjëri prej tyre tani nuk shfaqet të na thotë të vërtetën. Jeni me Erion Velin, jeni me Partinë Socialiste, apo jeni me Edi Ramën? Sigurisht janë me Edi Ramën. Sa shit blerja, sa u futu kyç atij tjetri në burg, ja prevën faturën. Tarifën, faturën, thjesht mungon arkivoli. Se kështu jemi ne. Pse? Sepse Partia Socialiste ka ndërtuar qëndrueshmërinë e saj politike në pushtet dhe për Partinë Socialiste meritokracia nuk ekziston, është pushteti. Sa të jenë në pushtet ata, do shikosh që edhe tau lamball, sa është në pushtet, s'dëgjohet zë. Ikën ai brenda atje, harrohet. Edhe për Belinda Ballukun. Ti nuk e shikon të çuditshëm se jem te tema arrestimeve. Po atë bëj një pyetje tani. Pse Spaku do të merrte BKH-n e ta çonte në qytetin që Belinda Balluku është kryetare e grupit? Do sekretin. Asnjë se mendon atë që dion. Ta dion. Çfarë dion asnjë gjë s'di. Po a do të them unë sekretin? Sekreti është ky. Rasti ekstrem. E fiton Rama mandatin. Jo i vetëm, po fitoj me deputetët e Veliajt. Ose po e fiton me koalicion. Tani, po i vetëm nuk e fiton Edi Rama. Ta harrojmë këtë gjë. Po nga Erion Velia edhe e fiton. Se bëjnë atë për interesin e partisë, po përsëri Erion Velia në rast se lën Ramën në qeverisje edhe 4 vite, atje është i zhytur me grupin e vet dhe nuk ka asnjë alternativë për mendimin tim koalicion me Saliun që të shpëtoi dhe Erion Velia. Çështje e brendshme si bënte Juri. Tani ç'a ndodh? Në rast se fiton Rama mandatin e 4. Dumani, ai mbaron mandati në dhjetor? Në kushtet që jemi. Të lutem, po apo jo? Po, në dhjetor, po. Qa detyre merr Altin Dumani në dhjetor? Prokurori thjesht. Por sa vite i duan Altinit të iki nga sistemi i drejtësisë? 3. Sa vite nga dhjetori që supozojmë merr mandatin e 4 i duhet Altinit të rri aty dhe Bela të jetë pozicion të lartë? Dhe a i duhet Rama, apo i duhet, jo Rama, po, a i duhet Altinit të ketë Ramës një karton në fund fare që ta detyroj Ramën të thotë, shiko, unë etova dosjen aty e kam, tani ç'a të bëj? Do ma bësh këtë nder apo unë tani të veproj sipas ligjit? Pra do të thotë, ka pelajmin që do të thotë, pse Spaku shkoi në këto kushte të bëj fushat atje? Dhe pse droni ndalon të demokratët dhe jo të socialistët? Tani, kush ka parë mend ose pak tru, pa qenë militant, dihet që partia që bën korrupsion zgjedhor është partia në pushtet, sepse partia opozitare të bëj korrupsion në zgjedhje nuk shkon. Pse? Se partia opozitare e din që çdo prurje që do vi dhe ta votoj, se s'ka ç'a t'jap, se ai që do vi tek partia opozitare do ta japi votën se pretendon pushtetin. Ndërsa partia që është në pushtet investon për korrupsion sepse nuk don t'i iki pushteti. Tani unë po të them ty. Dumani çoi gjithë Spakun në qytetin e Fierit. Tani, pse e ka çuar atje? Pikërisht se partia ose sistemi i drejtësisë aktualisht është në 1976. Prandaj, ajo që unë dua të them është kjo, që e gjithë situata që ne jetojmë sot na kujton situatën e 1976 dhe unë jam i bindur që Spaku punon për shifra, Spaku nuk është ajo që besoni dhe s'duhet ta besoni, unë nuk e besoj, do të jem kundërshtar ndaj një Spaku që përdoret krejtësisht politik dhe Spaku nuk është i pavarur politikisht. Edhe ju ftoj para se të mendoni
një anshmërinë time, që nuk e kam, po kam pavarësinë time dhe lirinë time madje, ju ftoj në rast se doni të ju ftoj në një restorant ose në një konferencë dhe të bëjmë ballafaqim midis kushtetutës, ligjeve, organizimin e spakut, mënyrën e përzgjedhjes së tij, gjykata e lartë si e përzgjedh, komisioni i cili përbëhet dhe në rast se doni ju ftoj një ditë të vini në Truez të ballafaqohemi që të shikoni që spaku nuk është i pavarur nga aspekti i veprimtarisë, por është i pavarur nga aspekti i asaj që ne themi institucionalitetit. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj dhe më lejo të çoj një mesazh tek qytetarët shqiptar, kudo që ata ndodhen, duke i bërë një ftesë dhe një kërkesë qytetare pa ndikim të partive politike, por ndikimi një. Shpëtimi i Shqipërisë kalon nëpërmjet votës. Vota është e shenjtë, nuk duhet të shitet, vota duhet të jepet aty ku meritohet dhe përveç kësaj, ai i cili nuk ishte i aftë ta bënte votën shpresë jetese për qytetarët e kanë për detyrë që të ndëshkojnë atë person duke mos e votuar dhe të votojnë njerëz të tjerë të cilët kanë shpresë edhe kanë një program, një platformë që të vinë ndryshimi në Shqipëri. Ndryshimi në Shqipëri nuk kalon përmes Brukselit as Shtëpisë së Bardhë. Kalon nëpërmes Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Gjirokastrit, Shkodrës, Lezhës, Tropojës, gjithë qyteteve të Shqipërisë, që do të thotë ne jemi këtu, jetojmë, gjithashtu ftoj të gjithë shqiptarët të cilët nuk kanë votuar në këto kushte që jemi për ndryshimin, por gjithashtu në rast se nuk kanë marrë pjesë në këtë votim që bëhet me post, i ftoj të harxojnë pak lek nga lekët e tyre, të vinë dhe të votojnë në Shqipëri dhe të ndëshkojnë të gjithë politikat që sot i kanë detyruar të jetojnë në emigracion. I ftoj të marrin pjesë masivisht në zgjedhje. Jam edhe i bindur dhe ftoj qytetarët që në rast se duan që Shqipëria të drejtohet me koalicion, i ftoj dhe të bëjmë një betejë së bashku dhe unë i ftoj të gjithë. Unë, mendimi im është i tillë dhe publik. As Partia Socialiste, as Partia Demokratike mos të fitojnë 70 mandate e sipër secila. Por asnjëri prej tyre mos të fitojnë mbi 70 dhe qeveria e ardhshme e Shqipërisë të jetë ndërtuar nga një koalicion i gjerë. Politika për ata të cilët duan ta dinë politikën është marrëveshje. Politika nuk është një lojë private individuale, prandaj quhet politik, se përfshin shoqërinë në tërësi. Dhe mesazhi im është shumë i qartë. Ejani votoni. Mos lejoni asnjë nga dy partitë kryesore të mbizotrojnë dhe të marrin në qafë pronën tuaj, jetën tuaj, shtëpinë tuaj, familjen tuaj, të ardhmen tuaj, duke përfunduar politikan në dyert e burgjeve dhe duke shëndëruar burgaxhi dhe jo politikan. Sa më shumë të jetë pjesëmarrja, aq më mirë do të jetë për ne e ardhmja. Bashkimi Evropian na pret, po na pret neve si shqiptar dhe jo Edi Ramën dhe jo Sali Berishën. Prandaj, më lejo edhe nëpërmjet ekranit tënd të ftoj të gjithë qytetarët shqiptar, kudo që ndodhen, të marrin pjesë në votime. Votimet janë dita e festës e demokracisë, të cilën kemi për detyrë ta ndërtojmë brezi i ri dhe ne nga e para. Dhe i ftoj edhe një herë të merrni pjesë masivisht. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.